Ukraina tha se e kishte zbuluar një rrjet agentësh brenda vendit që i përkisnin inteligjencës ushtarake hungareze, një rast i parë në historinë e saj. CBU, Shërbimi i Inteligjencës së Ukrainës, akuzoi spionët e dyshuar për kryen e aktiviteteve të spionazhit në dëm të saj. Autoritetet bën 2 arrestime, një burrë dhe një grua, të dy ishin anëtar të shërbimit ushtarak të Ukrainës të akuzuar për dhënien e informacionit te agentët hungarez në këmbim të parave. Ata përballen me burgim të përjetshëm nëse dënohen. Rrjeti po mblidhte informacion në lidhje me sigurinë ushtarake të rajonit Transkarpatian dhe po kërkonte dobësi në mbrojtjen toksore dhe ajrore atje, tha SBU. Për më tepër, agentët ishin të ngarkuar të mësonin pikpamjet e banorëve vendas, në veçanti se si do të reagonin nëse trupat hungareze do të hynin në rajon, tha SBU. Hungaria, ndryshe nga Ukraina, është anëtare e NATO-s, por qeveria e saj nën kryeministrin Viktor Orban është mbështetëse e Rusisë dhe skeptike ndaj ndërhyrjes perëndimore në luftë. Tensionet janë shtuar prej muajsh midis Hungarisë dhe Ukrainës. Orban ka bllokuar fondet e Bashkimit Evropian për Ukrainën dhe thotë se nuk do të lejojë pranimin e Kievit në bllokun prej 27 shtetesh anëtare.